Triumfet e një pasnjëshme në sportin e karates bën që klubit t'ia vendosin emrin fituesi. Karakteristike këtij klubi të karates në Ferizaj është përfshirja e sportistëve të gjitha komuniteteve, thekson trajneri Bajram Bajrami. Për trajnerin, puna me sportistët e rinj është e lehtë, pasi karateja është sport i bartur ndër gjenerata në familjen e tij. Klubi Karates Fituesi Ferizaj është themeluar në vitin 1989 dhe prej asaj kohe vazhdon të jetë anëtore me të drejta të plota në Federatën e Karates të Kosovës, duke marrë pjesë në të gjitha aktivitetet të tjera dhe jo garuse që shkojnë në kulturën dhe edukimin e sportistëve. Klubi Karates Fituesi Ferizaj daton qysh në kohën e para luftës dhe në ato kohë të vështira ishte vullneti jashtëzakonisht shumë i madh që të zhvillohej një sport sikur karate dhe pse ishin në kushte shumë të vështira, por ajo dashuria për sportin e bëri të vetën dhe në familjen tonë gëzojmë tani shumë anëtarë të cilët edhe në atë kohë kanë mbortur brezat e zi, kanë qenë mishër të karates dhe të gjithë bashkë janë munduar ta zhvillojnë sportin e karates dhe ta binë në këtë fazë ku tani veç polarizon sportin. Aktualisht numëron 40 anëtarë, për të cilët ka moshkull dhe femna dhe janë të gjitha komuniteteve, që është një ndër pikat më të fortë të këtij klubi. Ne po vazhdojmë me socializimin dhe integrimin ashtu siç e kemi në aktivitetin e klubit, po vazhdojmë të arrijmë numrin aq sa mundemi. Mungesë e madhe janë kushtet financiare ashtu siç janë pothuajse të gjitha klubet, për vullneti dhe dëshira e madhe, sukseset dhe ajo që ne shohim që është një punë që mund ta kryejmë me sukses. Po vazhdojmë dhe po vazhdojmë me soli të madh. E mangët në të gjitha këto vite është mbështetja financiare për klubin e karates Fituesi, thot trajneri Bajrami. Kjo bën që në shumicën e rasteve, karateistët e rinj me të hollat e tyre të udhëtojnë edhe për gara jashtë shtetit. Klubi Karates Fituesi Ferizaj gëzon të ardhura financiare, por që janë të rralla, gëzon të ardhura nga kuvendi komunal, po si pasojë blokadave, shpesh herë kemi mungesa të ekzekutimit të pagesave, ashtu siç është rasti edhe tani që komuna është në përmbarues dhe atyre shumë pak intereson që ne aktivitetet që është dashur të zhvillojnë nuk kemi pasur kushte dhe është dashur që fëmijët me të ardhura vetanake të sigurojnë dhe kështu në këtë mënyrë numri pjesëmarrësve bie pasi që nuk kanë kushte për të marrë pjesë në gara, ashtu siç është rasti tani. Ne javën e ardhshme do të thojmë për Ballkanik dhe në vend që të marrin pjesë 5-6 garues, ne do të thojmë vetëm me 3 garues, ata të cilat gëzojnë të ardhura vetanake, ashtu siç është edhe rasti në ligën botërore në Itali ku klubi Karates Fituesi ka mundur të udhëtojë me 4-5 garues, por udhëton vetëm një garues për shkak të mungesës financiare, mungesës sponsorëve. Vitën e kaluar nga kjo garë ne sillëm medaljen e parë historike të ardhur në Ferizaj, edhe pse rezultati është mungesa ose mbështetja e sponsorëve është e vogël në krahasim me atë që e kemi sjell atë rezultat. Qysh nga koha kur daton gjithmonë ka sjell medalje shumë të rëndësishme, vlen të theksohet që medalja e parë që ka arritur ka qenë në kampionatin e botëror të VSK-us, po ashtu edhe në kampionatin evropian për regjione, ku isha pjesë e përfaqësues së Kosovës dhe arrita ta marrë vendin e tretë, është medalja e parë tjetër evropiane në Finland, ku njëra nga garuesit e klubit Karates Fituesi Ferizaj arriti ta sjellë medaljen e parë evropiane të VKF-it në Ferizaj dhe e arriti rezultatin kulminant edhe në klub. Pas këtij rezultati kemi shumë medalje tjera siç janë kampionatet ballkanike, po ashtu liga botërore. Do të thotë prej kur daton jemi një ndër klubet që gjithmonë kemi sjellur risi të medaljeve, duke qenë të pohuat që i sillin në Kosovë. Me medalje të artë në Kosovë ishte kthyer me Vlanda Lipi. Pa karate, ai nuk i mendon ditët e tij, sepse është bërë sporti zemrës për të. Ushtroj në klubin Fituesi që 3 vjet dhe kam sjellur medaljen në ligë botërore, e cila thirret Youth League, edhe aty marrin pjesë të gjitha shtetet në botë, të cila mundet edhe me përfshi edhe Japoninë, Brazilin, edhe shtetet shumë larga. Karate është një si shfrytëzim i jetës time, të cila e kam kalu gati gjithë jetën,
dhe që të gjitha në jetën në të ardhme do të akuqinaj për me marrë medalje në Olimpiadë. Inshallah kjo karatja do të kualifikohet në Olimpiadë 2028 që mohet në Los Angeles të Amerikë. Me karate, Sefer Bajrami ushtron e garon për 15 vjet me radhë. Përvoj kjo që i asolli edhe titullin e kampionit ballkanik. Unë jam Sefer Bajrami, me karate mina që 15 vjet, ushtrej të klubi karates fituesi Ferizaj, jam kampion ballkanik, jam kampion i shumë thjesht i Kosovës. Përvojën që e kam unë, kushtet janë shumë të dobta për vetë financim në karate, përveç kampionatit evropian dhe botëror që paguhet prej Federatës Karates. Tjera gara jashtë shtetit mi pagu komplet vetë, që për shumicën e seniorëve është problem kjo punë. Më herët, Kosova ka qenë si një shtet i vogël për në karate dhe nuk e kanë marrë si shtet fort, po tash kur përmenet Kosova ka gja shtrëngohen mirë. Klubi fituesi synon edhe garat e tjera jashtë vendit, për të cilat kërkojnë mbështetje institucionale për ta përfaqësuar vendin me sa më shumë garues.